25 vjeçare shqiptar që u vrarë nga pronari i vilës në Itali. Një ngjarje rënd ka tronditur zonën e Klientos në Itali ku një sipërmarrës ndërtimi italian ka rrëfyer për vrasjen e tërëut shqiptar gjatë një tentative grabitje. Aurelio Valiante, 58 vjeç, ka pranuar para hetuesve se ka qelluar për vdekje Rivaldo Rusi, 25 vjeç, dhe më pas ka fshehur trupin e tij për ditë me radhë. Ngjarja ndodhi gjatë natës mes të dielës dhe të hënës kur një grup hajdutës shqiptar hyn me forcë në vilën e sipërmarrësit. Valiante, sipas hetimeve, reagoi duke marrë një armë gjahu dhe qelloi drejt tyre. Si pasojë, njëri nga të rinjtë shqiptar 23 vjeç mbeti rënd i plagosur dhe ndodhet në gjendje kritike në spitalin Cardarelli në Napoli, ndërsa Rusi u vra në vend. Në vend që të njoftonte policinë apo urgjencën, sipërmarrësi tërhoqi trupin dhe e fsheu në një vask verë në një fermë në Limazzo, jo larg një fushë sportive.